presion gjykatës, kryeministri nuk duhet flasë për një proces gjyqësor. Edi Rama mori për sipër presion e jashtëzakonshëm mbi gjykatën kushtetuese, presion të hapur. Me sa duket me një pjesë nuk kemi kuptuar. Të dënuar me ligj në çdo vend. E kam ankimuar unë, natyrisht si kryeministër, jo si Edi Rama, dhe natyrisht jo për një individ, një ministër, që në këtë rast është edhe zëvendës kryeministër, po për parimin. Për parimin e moscënimit të balancës mes pushteteve. Për parimin e mos ndërhyrjes së një pushteti tjetër të pavarur në përbërjen e pushtetit pavarur ekzekutiv. Për të mbrojtur veten e tij dhe Belinden, pas shpinës cilës ka ngrënë vetë dardha dhe kumbulla të prishura. Kjo është një betejë institucionale gjyqësore për të mos lejuar atë që nga Komisioni i Venecias konsiderohet shkelje e palejueshme e kufirit ndarës mes pushteteve. Mashtroi në mënyrën më të paskrupullt. Është një mashtrim fund e krye. Komisioni i Venecias kërkon vetëm proporcionalitet në çdo gjë. Komisioni i Venecias ka qartësuar se pezullimi nuk shkel, nuk cenon kushtetutshmërinë. Parimi i pezullimit. Pra, parimi i pezullimit. Them dhe një herë, nuk gjen kur një fjalë të vetme që Venecia të kesh shqipruar për ministër. Jo. Por, pezullimi thot si akt, thot Venecia, nuk shkel, nuk cenon si i tillë kushtetutshmërinë. Unë jam palë dhe flas si palë, nuk i bëj presion askujt dhe nuk flas për një proces gjyqësor që zhvillohet diku dhe nuk ka lidhje me rolin tim. Këtu që nga problemi, që të gjithë jemi në ligjin dhe nga lashësia gjerësot të drejtën për gjykuar zbatime apo mos zbatime në ligjit, shoqërit ja kanë besuar gjykatave, gjykatësve dhe prokurorëve. Kërcënim i paprekshmërisë së vullnetit demokratik. Dëgjojeni. Duhet të jesh krejt i papërgjegjshëm, ka shi Shqipërisë, Republikës sonë, për ta lënë të kaloj pa luftuar gjyqësisht në shkallën më të lartë, atë të gjykatës kushtetuese, këtë tentativë antidemokratike. Aq më keq akoma pastaj, duhet të jesh krejt i verbuar nga urrëtia politike për ta kthyer edhe këtë konflikt kompetencash mes ekzekutivit dhe gjyqësorit në një konflikt politik, siç bëjnë fatkeqësisht për çdo gjë të mbyturit e kënetës. Nëse pezullimi një ministri nga një prokuror dhe një gjykatës sot do të legjitimohej si një drejt e ligjshme e drejtësisë, atëherë shtrirja e krahut gjyqësorit përtej kufirit ndarës me ekzekutivin dhe me vetë jetën politike shqiptare do të krijonte një precedent unikal të rrezikshëm dhe kërcënues, sepse duke i hapur rrugë presioneve politike ndaj qeverisë, destabilizimit institucional dhe manipulimit e ekzekutivit përmes proceseve penale, do të ndodhte diçka që është e panjohur në Europë. Mjafton vetëm të parafiturosh se çfarë lojash politike në dëm të shtetit, në dëm të ligjit, të qytetarëve, të shoqërisë mund sillte e ardhmja po të hapej kjo vrim e madhe në murin ndarës mes pushteteve kushtetuese në Shqipëri. A ka mashtrues me ordiner se këtë person që thot këtë? Me këtë që thot, pranon fajësinë e vetë, sepse përpiqet të mashtrojë publikun me çdo lloj argumenti, po u pezullua ministri. Nuk ka kush sjell vendimet. Vendimet i sjell zëvendës ministri, po ai vet do pezullohet. Sepse lubia, 80% firmave në vend të kryeministrit janë të lubisë. Merrni pak. Çfarë do u thosh shqiptarëve ai kur të kërkojë gjykatës i pezullimin? Se s'ka kush të paraqes në mbledhjen e Këshillit të Ministrave? Nuk ka asnjë ministër në Shqipëri. Nuk është zgjedhur nga sovrani si ministër. As vetë kryeministri nuk është zgjedhur si kryeministër. Çfarë mendoni ju? Se ky që hall në lubis, po ky nuk pyet për njeri në botë kur vjen puna për veten e tij. Sado që e ka keq përdor lubin në shkallë ekstreme,
ai do të alshon të atë në lan 100 herë, po se lëshon dot se janë mesajet në dosje në cilat është më delinkuent Rama se sa Lubia. Kërcënim i papërshmërisë së vullnetit, pra nxjerrja për leskash jashtë nga parlamenti dhe grisja mandatit, që nga normale, po pezullimi, duke i lënë mandatin, duke mos e nu mandatin. Kjo që nga papërshmëria e vullnetit, sepse pas kim lindur të pa pezullueshëm ne që votohemi. Ç'është mur? Siç bëjnë fatkeqësisht për çdo gjë të mbyturit e kënetës. Ma fakti është se ndërkohë që hidhen përpjet mbi llumin e tyre për ta kapur nga duart e prokurorëve ushqimin për opozitarizmin, në këtë rast nuk e tregojnë dot. Po që kur është krijuar drejtësia, është krijuar pikërisht të mbikëqyrë pushtetet për zbatimin e ligjit. Ajo është besuar asaj. Është ministra ajo, pezullohet. Është funksion publik, pezullohet. Në qoftë se Edi Rama beson me ndarje pushteti, pa mundësinë ose pa ligjshmërinë e drejtësisë për të gjykuar, për të vendosur, për të dëshkuar antarë të degëve tjera të pushteteve kur ata shkelin ligjin. Atëherë, çfarë mbetet këtu? A e kuptoni ju se sa i rrezikshëm është ky njeri? Dëgjojeni. Një rast vetëm, një vetëm në Europë po dhe në botë po duan që u pezulloka antar i qeverisë me vendim gjykate nga një prokuror dhe një gjykatës. E vërteta është se nuk e gjen dot se nuk ka. Cili viu, kush kja bën vetiu. Keni parë, s'keni parë, shko një vdekur me të gjallë. Hypur të dy në një kal. Tani gjajni vetë. Po kjo është e vërteta. Po të mos jemi para një mashtrimi ndërkontinental, europian dhe ndërkontinental, nuk ja vlen të merresh me të. Janë kryeministra të pezulluar nga gjykata. Janë kryeministra që pasi është shpallë hetimi janë larguar. Janë ministra, një seri ministrash, që për mbrojtje të dhënave dhe parandaluar përsëritjen e akteve janë pezulluar nga gjykata. Por ka të drejtë në një pikë. Në një pikë ka të drejtë. Gjykata nuk mund të kishte vendim tjetër përveç arrestimit të Lubi Ballukut. Ajo edhe tani vazhdojnë të prishin provat me Edi Ramën për krimit që kanë kryer. Po, ajo duhet arrestuar. Dhe zyrat duheshin të gjitha vënë në sekuestro. Të dilte shkonte diku tjetër drejtonte qeverinë. Nuk ka një rast tillë dhe nuk kanë se si dhe ku e nxjerrin, por edhe një të vetëm, sepse pezullimi i një ministri me iniciativën e një prokurori dhe vendim të një gjykatësi është një rrëmbim i kompetencës së kryeministrit. Përpos kësaj, është edhe absurd, totalisht si koncept. Pse? Sepse de jure quhet pezullim, por de facto, në rastin e ministrit është një shkarkim, të cilin kryeministri duhet thjesht ta formalizoj me që e mendoj prokurori dhe e vendosi gjykatësi me detyrim përcaktim, sepse të pezullosh një ministër nuk do thotë të pezullosh një funksionar publik të cilit do nivel. Atë, ndërkohë, mund ta bësh sepse ja bën punën dikush tjetër, por do të thotë ta zgjësosh pa afat një autoritet me fuqi ekskluzive vendimmarrëse. Që ta din të tërë, nëse ministri pezullohet, zëvendës ministri nuk e ushtron dot autoritetin ekskluziv që kushtetuta ja jep vetëm ministrit për të përfaqësuar sektorin edhe në Këshillin e Ministrave dhe për t'i propozuar qeverisë vendime thuajse të përjashme për ecurinë e sektorit apo sektorëve. As nuk duhet i fare dokrave dhe teorive konspirative për psen e kësaj betejë ligjore. Se kush nuk do të kuptoj se sa e thjeshtë është, dhe që këtu s'është fjala as për Belinda Ballukun, as për mua e për qeverinë sot, po është fjala për mbrojtjen sot e për gjithnjë të kufive kushtetues mes pushteteve, atëherë nuk ka se si e kupton. Ose pastaj ja do puna e vet
dritë shkurtër që të mos e kuptoj. Kështu që për ta mbyllur si palë në proces, që përfaqësoj kryeministrinë, jo shtëpinë time, që përfaqësoj interesin shtetëror dhe publik të funksionit tim të përkohshëm, jo interesin vetjak të ministres pezulluar, dua t'i kujtoj tërve një gjë. Detyrimin për të sqaruar opinionin publik lidhur me çështje në interes të publikut apo me qëndrimet e mia institucionale, unë e konsideroj të panegociueshëm. Qoftë edhe kur bëhet fjalë për një proces apo vendim gjyqësor, për cilin opinioni publik është interesuar të di qëndrimin tim. Dhe prandaj e konsideroj dhe një detyrim të pandalueshëm. Nuk pandalon dot mua askush dhe për asnjë arsye që t'i shpjegohem atyre që më kanë vënë në këtë detyrë. Ndërsa ata që s'kan asnjë ide për mënyrën si unë funksionoj në raport me detyrimet e mia ndaj vendit dhe ndaj atyre njerëzve, mund të thonë çfarë të duan. Mua nuk më mbetet vetëm të përsëris urimin tim që gjykata kushtetuese e Republikës Shqipërisë t'ia kursej Republikës Shqipërisë shpikjen e një risie totalisht të pamirëseardhur në historinë e drejtësisë demokratike europiane, apo edhe botërore po doni.